Me 27 janar të 2026 në sirtarët e prokurorisë themelore të Prishtinës, u shtua edhe një kallëzim i ri penal. Kompania ndërtimore Neto Construction SHPK nga Podujeva e ngriti këtë kallëzim kundër 2 zyrtarëve të komunës së Podujevës dhe një tashmë ish zyrtari. Akuzat që përmendën në këtë dokument janë mos ekzekutimi i vendimeve administrative, keqpërdorimi i pozitës zyrtare dhe cënimi barazis në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike. Ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit në bashkëkryerje në cilësinë e personave zyrtar përgjegjës me dashje direkte në mënyrë të vazhdimshme dhe të qëllimshme kanë vepruar në kundërshtim me ligjin, duke refuzuar zbatimin e vendimit përfundimtar të organit më të lartë administrativ Ministrisë së Mjedisit, duke mos nxjerrë vendim brenda afateve ligjore, si dhe duke mbajtur në fuqi një vendim të anuluar, referuar kundërligjshëm vendimit të anuluar, me që rast ka penguar realizimin e të drejtave pronësore dhe ekonomike të dëmtuarve, ka shkaktuar dëm material dhe jo material të konsiderueshëm, si dhe ka krijuar trajtim të pabarabart dhe diskriminues në raport me subjekte të tjera në situatë të njëjtë juridike. Tutje në kallëzim përmendën 3 emra zyrtarësh ndaj të cilëve kompania ndërtimore ka ngritur akuza: Ismet Kadriu, udhëhes i sektorit të urbanizmit, Fatlum Osmani, ish drejtori i Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Blerina Zeka Bllacës, zyrtare për ndërtimtari në komunën e Podujevës. Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer veprat penale, mos ekzekutimi i vendimeve gjyqësore sipas neni 394, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar sipas nenit 414 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, cënimi i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike sipas nenit 278 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. E gjithë kjo histori nisi para 9 muajsh kur Neto me 14 maj të 2025 dorëzoi kërkesë në Drejtorinë e Planifikimit Urban në komunën e Podujevës, përmes së cilës kërkuan caktimin e kushteve ndërtimore për hartimin e dokumentacionit ndërtimor dhe ndërtimin e ndërtesave shumë banesore me afarizëm në këtë pjesë të qytetit. Pas gati një muaj më vonë, me 12 qershor, drejtoria mori një vendim sipas të cilit e refuzoi këtë kërkesë. Refuzimin ata e bën duke u mbështetur në atë që sipas tyre kjo parcelë kadastrale nuk ka qasje në rrugë publike. Parcela kadastrale nuk ka qasje në rrugë publike. Të krijohet qasje përmes parcelave private deri tek rruga publike nga të gjithë pronarët e parcelës kadastrale me të gjithë pronarët e parcelave private deri te rruga publike. Mirëpo këtë pikë e kundërshtojnë fuqishëm kompania në fjalë. Kjo kërkesë është bërë në përputhje me dokumentacionin urbanistik në fuqi, përfshir hartën zonale komunale të Podujevës, të miratuar dhe konfirmuar në aspektin e lidhshmërisë nga Ministria me shkresën e datës 20/5/2022 dhe të publikuar zyrtarisht me 27/5/2022. Pavarësisht se ngastra në fjalë kufizohet drejt për drejt me disa ngastra kadastrale të evidentuara si pronë shoqërore, rrugë publike, gjë që vërtetohet me certifikata zyrtare pronësore dhe kopje të planit, komuna e Podujevës ka nxjerrë vendim refuzues duke pretenduar mungesë të qasjes në rrugë publike. Mbi këtë bazë del se vendimi i komunës së Podujevës është i pabazuar dhe i nxjerrë në kundërshtim me gjendjen faktike dhe juridike. Pas më pak se një muaj me 8 korrik, kompania dërgoi ankesë në Ministrinë e Infrastrukturës ndaj vendimit të komunës. 2 muaj pas, me 15 shtator, drejtoria nxorri një vendim të ri, sipas të cilit e pezulloi kërkesën e kompanisë për caktimin e kushteve ndërtimore. Teksa në kallëzim penal theksohet se Ministria me 24 tetor konstatoi se vendimi i komunës së Podujevës që i pabazuar. Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, përkatësisht Komisionit për shqyrtimin e ankesave, konstatoi se ankesa palës është e bazuar, kurse vendimi i lëshuar nga Drejtoria për Planifikimin Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit, komuna Podujevë, është i pabazuar dhe nuk ka vendosur drejt lidhur me këtë çështje administrative, pasi që sipas hartës zonale komunale është parapar ndërtimi i lartë.
Po ashtu, kjo drejtori nuk e ka marrë në konsiderat se sipas projektit ideor, rruga nga prona private e palëve lidhet me rrugë publike. Projekti është dokument pothuajse kryesor, i cili i përcakton të gjitha detajet si të objekteve që planifikon të ndërtohen sipas HZK-s, ndërsa në kuadër të këtij projekti ideor është projektuar rruga përreth kompleksit shumë banesor nga e njëjta pronë private, lidhet me rrugën publike. Tutje sipas HZK-s të Podujeves është zonë ndërtimore, ndërsa sipas fotove të prezantuara nga pala shifen objekte ekzistuese, që sipas të ankimuarit janë pajisur me dokumentacion ndërtimor, të cilat kanë të njëjtën qasje në rrugë publike. Prandaj kjo drejtori lidhur me rastin konkret ka bërë shkelje të gjitha parimeve. Sipas kallëzimit penal, edhe pas këtij vendimi të ministrisë, komuna e Podujevës nuk ka nxjerrë një vendim të ri, por në një përgjigje për palën ankuese kanë qëndruar prapa vendimit të 12 qershorit, që tashmë ministria si organ e pror e kishte cilësuar si të pabazë. Kompania Tutje në kallëzim penal pretendon se mosveprimi i drejtorisë ka penguar realizimin e investimit dhe ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm. Si pasojë direkte e këtyre veprimeve të kundërligjshme të dëmtuarit, i është shkaktuar dëm i konsiderueshëm material, përfshir fitimin e humbur dhe bllokimin e investimit, si dhe dëm jo material në formë të pasigurisë juridike, si dhe cënimit të reputacionit profesional. Në kallëzim penal, Tutje përmendet se komuna e Podujevës ka paraqitur padi administrative. Mosveprimi i komunës po tentohet të justifikohet me pretendimin se është paraqitur padi administrative, ndonse një pretendim i tillë është juridikisht i pabazuar për faktin se parashtrimi i padis nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit të ministrisë, përderisa nuk është paraqitur kërkesë për caktimin e masës së sigurisë dhe se nuk ekziston asnjë vendim gjyqësor për pezullimin e ekzekutimit, ashtu siç parashihet shprehimisht nga ligji për konfliktet administrative. Në kallëzim theksohet edhe trajtimi pabarabart pasi sipas palës ankuese për parcela fqinje dhe raste të ngjashme janë lëshuar kushte dhe leje ndërtimore, madje edhe për të njëjtët pronar në vitet e mëparshme. Fakti se komuna ka bërë diskriminimin vërtetohet edhe nga aktvendimi përmes së cilit pronarës zonjës V.H. në vitin 2013 i ishte lëshuar vendimi për leje ndërtimore e që në raport me tani aplikuesin ankuesin paraqet diskriminim. E krejt në fund, kompania Neto ka kërkuar nga Prokuroria e Shtetit që të ngritet aktakuzë ndaj të pandehurve dhe të njëjtit të shpallën fajtor në përputhje me ligjin.